Molotovët, flakadan, lëndët piroteknike të hedhura drejt efektivëve e godinës së kryeministrisë si dhe aktet e rënda të dhunës në protestën e Partisë Demokratike kanë pas 11 përgjegjës të identifikuar. 4 prej tyre nga 36 deri në 39 vjeç janë arrestuar, ndërsa 7 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Mes tyre është edhe sekretari organizativ i PD-s Ervin Minarolli. 10 protestuesit e dhunshëm dhe Minarolli janë në akuzë për prishje të qetësisë publike, goditje për shkak të detyrës, shkatrim prone me zjarr dhe shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse. Nga sulmi me bomba molotov dhe heqja me dhunë e gardhit metalik të vendosur përpara forcave të rendit të policisë, mbetën të lënduar 3 policë, 2 prej të cilëve me dëmtime në kokë dhe i treti në dorë. Për fat të mirë, gjendja e tyre është e stabilizuar. Situata me molotovët mund të kishte përfunduar shumë më keq me një protestues i cili në pak sekonda u përfshi nga flakët. Ndërhyrja në kohë rekord e efektiveve të forcës shqiponja shmangu një tragjedi. Godina e kryeministrisë u sulmua me breshëri molotovësh e lëndësh piroteknike, pasi kryedemokrati Berisha mbaroi fjalën e tij. Protestuesit hoqën me dhunë dhe gardhin metalik. Policia pengoi protestuesit të avancojnë drejt derës kryesore të kryeministrisë, e cila ishte fortifikuar me materiale metalike.